Përshëndetje, unë jam Klotilda Harka, jam sërish këtu, si çdo të shtunë, për një tjetër takim virtual me një personazh të famshëm. Do thoni ju kush është ajo? Është ajo, do me thënë, nuk është ai, është ajo, është aktore, është ndër aktoret më të lezetshme që mendoj unë që ekzistojnë në tregun e televizionit për sa i përket humorit, sepse zakonisht thuhet që aktoret femra nuk mundet do të bëjnë aq shumë humor sa aktoret meshkuj. Ajo ka vërtetuar, aktualisht po bën shumë bujë aty te Klanifornia. Është shumë interesante, quhet Delinda Disha. Tani unë po pres që Delinda të hyj Delinda dhe të komunikojmë, kemi lënë që të bëjmë një bisedë bashk këtu me revistën Story. Le të shohim nëse ajo është duke hyrë. Vetëm një moment, se na duket sikur po bëj monolog tani. Do e provojmë të bëjmë ne ftesë. Ja të shohim. Ajo është e papar fare se më shkrin me ato postimet që bën në Instagram. Bën ca postime që unë nuk e di. Nuk e di papar është. Se si është ashtu siç është. Ja, se tani më duket se Përshëndetje. Si je? Mirë, si je ti? Mirë ta bëra prezantimin? Me thënë drejtën sa hyra? Nuk e dëgjove? Bëra një prezantim kështu, këtë unë, ashtu siç e mendoj unë. Ta kamerako. Si je ti? Të falenderoj. Mirë, shumë mirë. Ti si je? Mirë edhe unë. Do thuash ti pse i kam bërë unë buzët e kuqe, po se kështu e kemi logon e revistës Story, ndaj. Kështu që mos më... Shumë mirë, unë preferova të jem kështu naturale. Je shumë bukur, edhe më pëlqen si gjithmonë je vetë e bukur, edhe zakonisht për këto aktorët e humorit është krijuar një stereotip që thonë që nuk janë të bukura. Në fakt ti ke të dyja dhe ndoshta kjo dhe të ka ndihmuar pamja për të pasur sukses, apo jo? Po, sigurisht imazhi është shumë i rëndësishëm, po mjafton të transmetosh energji pozitive dhe them që kjo reflektohet në portretin e çdo aktori, se ndonjëherë edhe sjelljet të shëmtojnë, kështu që do të jesh dhe rob pozitiv. Të pyes pak për atë rolin e fundit që kishe publikuar një foto e veshur me një veshje roz dhe thoje që është roli im i fundit. Për çfarë bëhet fjalë? Aty isha një prindër, rolin e një mamaje kisha, rolin e një prindri. Po ishte numër shumë i bukur, mua më shijoi shumë kur e xhiruam në shoqërim, edhe më fali shumë kënaqësi, e kam shyer pafund dhe prandaj e postova. Në përgjithësi, unë i postoj të gjitha, po personazhet të cilat i krijoj dhe që më lën një përshtypje të jashtëzakonshme, i shijoj, atëre përpiqem të bëj dhe një dedikim sa më special që ndoshta aty të fokusohet edhe publiku kur shohë Klanifornian shtunën. Sot. Po ke shumë, sa ka shkuar galeria e roleve që ti ke? Me të drejtën Klotilda, nuk e di, duhet të punsoj dikë që të më bëj një arkiv, të më nxjerrë numëroj. Nuk e di, sinqerisht nuk e di. Nuk e kam vënë fare, as më kishte shku ndërmend. Po shumë role dhe unë jam kurioze të di se si lindin këto karaktere, domethënë. Çfarë të inspiron ty që të krijosh një personazh të caktuar? Këtë pyetje po ja bëja vetes dje, pardje kur u kthyem nga shoqërimi. Ishim në makinë me Eldon edhe po mendoja, si ka mundësi, domethënë si është e mundur që un kam prodhuar goxha role, goxha personazhe, po si ka mundësi që vazhdoj akoma. Dhe nga diskutimi që kishim, nga arsyetimet që bëm,
lind edhe nga një paruke që ti e shef, që të pëlqen ti tregon, e vë aty në grim, edhe thua si mund të ishte personazhi që mban këtë paruken. Lind qoftë edhe nga ndonjë veshje që Eldo ma krijon, e kupton? Qoftë edhe ndonjë çorape që ti jep siç kanë pas mbajtur femrat në kohën e komunizmit. Kështu që dëgjoj, e di ka një problem që je shumë e rësirë aty. Mund të ndezësh në një dritë ose... Po. Tani po. Se duke kështu sikur... Duke sikur ishe sozia e Delindës. Ju kërkoj ndjes, e harrova, se unë sistemova djalin dhe sa veti ora shpejt. E kuptoj. Kishe postuar dje një video me Eldon, bashkëshortin tënd, duhet ta themi që unë mund të quhem kumbara e lidhjes suaj, se unë kam për herë të parë lajmin që ju ishit. Po, ka dalë ke gazeta jote, po. E kam të ruajtur, madje ka qenë edhe një foto që ne kemi qenë në plazh. Po, në plazh. Edhe tani kishe bërë një video me Eldon, të papar që do më thënë shfaqeshe si mami i ti, por njëkohësisht ishin të dy aty brenda, dhe mami dhe bashkëshortja. Më thuaj qa komentesh more, se aty kishe përmendur edhe dashnore e gjëra kështu, më kupton? Shiko, ishim te grimi dhe unë sapo kisha bërë këtë personazhin e një plake që kërkonte djalin e vet, sepse ashtu ishte personazhi, kishte humbur djalin dhe kërkonte djalin e vet. Dhe aty tek dhoma e ndrimit, duke u ndruar, tha Eldo ngjan fiks, tha si një komshia jon, tha, po ajo ka qenë tiranëse. Me thënë drejtën, unë dialektin tiranës nuk është se kam të timin. Edhe spuntoja ishte Eldo, s'pse s'bën një video, i tha shqyr që do të bësh video me mua si personazhi. Eldo nuk para del, të drejtën nuk i ka. Po, e kemi vënë, po. Dhe unë i vura gjitha fuqitë e mia, gjitha energjitë e mia, mësova atë pak dialekt që kisha në atë pak tekst me dialekt tiran që kisha në video dhe e bëm dhe me sa kam vënë re, njerëzit i pëlqej shumë videot që unë postoj me Eldon. Dhe për këtë më lejoni t'i falenderoj shumë gjithë ndjekësit, publikun, mbështetësin tim. Me që jemi te Eldo, na trego pak ti e gjuajt e Eldon apo ai të gjuajt i ty? Si ka qenë puna, na e tregon çik, se tani jeni dhe kolegë dhe me thënë drejtën, ku ti unë, se ti kemi qenë në një shfaqje bashkë. Shiko, ka lindur kështu natyrshëm, qoftë simpatia, qoftë tërheqja. Ka qenë një ndjenjë që me kalimin e kohës u shkri se ne kemi qenë shumë shok. Në fillim u bëm shumë miq të mirë me atë projekt, edhe me gocat që kanë qenë tek ajo shfaqje. Ne u bëm një grup shumë i mirë që ja kalonim shumë mirë bashkë dhe duke qenë se mbas shfaqjes atë duhet ta çonim edhe nëpër festivale. Dhe për rreth gati në mos gaboj 2 vjet, neve shoqëroheshim, dilnim, domethënë kishim kaluar edhe ditëlindjet e njëri tjetrit, i kishim festuar të gjithë grupit dhe kemi qenë me Eldo në fillim shumë shok të mirë sa i thoja që urojt mos kish në një ndjenjë tjetër për mua, i thoshe se më vjen shumë inat, po mos kisha shok. Shok shumë mirë. Shok shumë mirë. Po ja që ndodhi, erdhi dhe më lindi ndjenja e bukur, e pastër, kështu që ne jemi bashkë, kemi edhe Dasantinin. Po, e keni shumë bukur edhe Dasantinin, normal se s'ka kujtë gjatë. Faleminderit. Po, si kolegë, si keni punët? Zjeni ndonjë që kështu qa ndodh pas punës? Se tani e di që ai skenograf te Klanifornia. Po, është kostumograf te Klanifornia, po shikoj, di qa ndodh? Unë harroj që e kam Eldon burr në punë. Aty ka shumë fluks në shërgjerim, sepse tani ne jemi detyruar ta bëjmë me skeçe për shkak të situatës të krijuar nga koronavirusi. Mirë po, unë aty harroj dhe gjithmonë, Eldo, më duhet kjo, Eldo, më duhet ajo. Sepse Eldo, duke qenë se ne ka goxha aktor, më shumë ka aktor meshkuj, femra pak jemi aty. Edhe ndonjëherë më duket sikur më le pas dore, nuk më krijon rëndësinë e dur, se merret me çunat nga që janë shumë. Eldo, dua këtë gjë. Megjithatë ne debatojmë shumë edhe për punën, edhe për ecurinë e saj, si do të realizohet.
por përveç se edhe debatojmë, edhe kemi edhe muhabet, kemi dhe bisedë konstruktive me Eldon. Sepse shpesh herë ai e ka goxha të theksuar syrin e estetikës dhe qoftë edhe me një detaj mua më ndihmon, jo vetëm mua, por edhe aktorëve të tjerë, i ndihmon të japë një kuptim tjetër karakterit, e plotëson figurën artistike, kështu që mirë, shumë mirë ndjehemi. Po ndodh ndonjëherë që zihen aq shumë sa nuk flisim njëri tjetrin edhe çedon kjo puna e punës, sepse duhet të kesh komunikim. Shiko, me thënë drejtë unë nuk e kam problem fare, ambienti artistik është sa i vështirë po edhe i bukur dhe unë nuk e kam problem që jemi në atë ambient. Duke qenë se edhe Eldo më ka pranuar mua kështu siç jam dhe unë ashtu siç është ai, jemi njohur në një ambient në teatr, në shfaqje dhe e dinim shumë mirë si ishte marrëdhënia dhe në skenë dhe pas kuinteve. Kështu që mendoj se e njohim shumë mirë njëri tjetrin dhe nuk e kemi problem sa të arrijmë deri në atë pikë që jemi shumë njerëz të civilizuar, shumë të kulturuar, e kuptojmë njëri tjetrin dhe ka të bëjë dhe kimia ndoshta. Është e vërtetë që ai të ndihmon për skenaret? Po, ja, spunton e videos e Eldo, të videos që sapo përmendëm pak më lart, Eldo ma tha ta bëja dhe me thënë drejtën pati goxha sukses edhe ka marrë shumë komente pozitive, njerëzit nuk e kanë pritur realizimin e kësaj video, po ishte shumë fani. Ai ishte shumë fani dhe vërtet unë aty u inspirova dhe thash, Delinda është e papar përfundimisht. Po ç'a ndodh aty te Klanifornia? Me kë i ke marrëdhëniet më mirë? Me Julin apo me Visjanin? Visjanin e kam pasur në akademi, kemi qenë shok kursi, kemi mbaruar bashkë, kemi diplomuar bashkë. Ka marrëdhënie shumë të mirë, po edhe me Julin ka marrëdhënie shumë të mirë, sa aty te puna na thon Deli është versioni femër i Julit, sepse edhe Juli dhe unë jemi tipa shumë energjik, duam të bëjmë zhurmë, duam t'i kënaqim gjithë, duam t'i bëjmë të qeshim gjithë. Kështu që i ka marrëdhënie shumë të mira, jo vetëm me këta dy, po me të gjithë. Edhe Albanon e du fort, edhe Lionën e du fort, edhe Egin e du fort, Olsin padyshim që e kemi më të voglin e du fort. Nuk e di sa reflektohet apo jo, po ma besoni jam në një ekip, jam në një grup pune, artistësh që kemi një harmoni të paparë. Po krahasuar me Portokallin, si është stati te Klanifornia? Sigurisht që unë edhe atje kam kaluar shumë mirë, po cikli mbaroi, nuk kisha më çfarë të jepja në Portokalli. Unë dua që kur të shkoj në punë, të shkoj me dëshirën që po shkoj në punë, me dëshirën për të krijuar, dua të kem liri personale. Dhe këtë gjë nuk e kisha më aty. Nuk e kishe. Po shumë dhe kjo reflektohet. Shumë zhurmë. Kushta merr tek këtë liri ose kushta kufizon tek këtë liri? Aty kam përshtypjen që është klima e tillë, Nuk bën dot. Unë jam tip që çdo sezon doja të vija me një personazh të ri, me diçka të re. Aty për hir të strukturës së punës ishe detyruar të vazhdoja me po të njëjtë personazhe, se nuk ishin të suksesshëm, por ashtu e kisha menduar ai që drejtonte që ti edhe këtë sezon do vazhdosh me këtë personazh. Kështu që ndërsa këtu ndryshon puna, Turi t'i jep një lëri artistike të paparë, është një djalë i jashtëzakonshëm. Turi Hyska. Turian Hyska, po. Nuk është se unë kisha diçka personale, ishte thjesht lëri artistike që unë ndjesha se isha bllokuar dhe nuk mund të krijoja më. Po, je ndarë shumë keq nga ato të Portokallis. Me sa kam lexuar kështu lart e poshtë, jo me procese gjyqësore, jo. Pse arriti deri në këtë pikë? Unë nuk e kuptova sepse kontrata ime kishte mbaruar Kletik. Prandaj u befasova. Kështu që unë kisha një vit që e kisha mbaruar kontratën, marrëdhënien institucionale me Topit. Kështu që mendova se isha e lirë të ikja kur të doja dhe si të doja, mirë po nuk e di, ndoshta e kam përjetuar, nuk e kam pritur këtë largimin e menjëhershëm. Se di, nuk e di nga se ka ardhur kjo. Duhet të pyesni ata që e kanë bërë këtë gjë, po më vjen shumë keq sepse ishte një akt i turpshëm hedhja në gjyq nga ana e tyre, për më tepër me një kontratë falsifikuar.
Këtë punën e falsifikimit nuk arrit ta besoja, them drejtën, sepse nuk e besoja dot se si një institucion i tërë mund të bëjë një gjë të tillë. Ndaj, Po ja që duke ndodh. ndonjëherë i lexoja kështu ato lajmin se thotë ku është e vërtetë apo është diçka që ke parasysh kur Imagjino, bën kur ke kështu. arritur ti që bën lajmin, kur ke arritur ta pasur këtë dyshim, imagjino gjithë turma. Po, shumë shpejt e vërteta do dalin në shesh, unë kam provat, avokatët e mi po bëjnë punën, kështu që do dali e vërteta, janë bërë dhe ekspertizat, po deri në momentin që unë të fitoj gjyqje nuk dua të flas përpara kohe, nuk më pëlqejnë. Deri në momentin që unë do të kem vendimin e gjyqit, pasi ta marr me kënaqësi do ta bëj publike, nuk e kam problem fare. Po me kolegët e Portokallis, me cilët ke akoma shoqëri? Po unë kam shkuar mirë. Jo, unë kam shkuar mirë, po relatet shumë të mira akoma i kam me Renatën, me Renatën. Në Luzë. Vetëm me Renatën. Po si, komunikoj dhe me të tjerët, komunikoj, po jo aq shpesh se nuk është se na lidh puna, ndërsa me Renatën kemi krijuar një miqësi që kur hym. E shikon Portokallin tani? Si të tani duket ajo Portokalli? Domethënë para karantinimit. Para karantinimit kur isha e lirë e shikoja. Si të dukej Ariola që të ka zvendësuar, një version gjigant i çiftit të lumtur. Ariola shumë mirë, nuk është se unë kam në një problem, e kupton? Nuk e kam problem që më bën Ariola. Në vend Ariolës mund të ishte edhe një aktore tjetër ose qoftë me shkollë, qoftë pa shkollë, nuk është problem fare që më bën Ariola. Që më bën Ariola nuk më bën mua, bën një rol që ishte në numër. Kështu që nuk e kam problem, unë i uroj shumë sukses, nuk e kam problem fare, përkundrazi. Mendoj që talentet e reja duhen mbështetur, duhen motivuar, duhen inkurajuar. E mirë, i lëm ato të Portokallis, po shumë karaktere janë bërë të famshëm atje, karaktere të tut. Cilin do të veçoje si karakterin që ty vërtet të merr malli që ta bësh gjithmonë? Te Kalifornia tani? Te Portokalli. Që mua më merr malli? Po. Të që unë s'më merr malli. I ke harruar në lëkurën e kujt do doje të vishesh edhe një herë dhe të shfaqesh. Unë nuk e kam problem, unë bëj çdo publiku, nuk e kam problem. Po tani te Kalifornia? Te Kalifornia janë bërë goxha personazhe. Imitimi i Arbanës ishte shumë i bujshëm. Grida Duma gjithashtu, ministra e arsimit gjithashtu, Besa është Beti gjithashtu, që ne kemi pasur një numër që kishin kaluar vitet në moshë të madhe dhe unë e bëra Betin plak. Kështu edhe ai gjithashtu ka qenë i suksesshëm, Beti nga kombinate, një personazh shumë i bukur. Ka shumë. More ndonjë koment ose mesazh nga Arbana për transformimin e titullit, nga dua të bëj të lumtur te dua të bëj gropën. Është diçka komike se nuk mund të ta bëjmë mota mos, sigurisht që i ndryshohet, por që nuk kam marrë koment nga Arbana jo. E njeh personalisht apo jo? Shumë pak. Kur ishim në top thjesht këmbeshim edhe maksimumi përshëndeteshim, po nuk Unë jam kurioze çfarë ndodh kur ti imiton një personazh të famshëm. Ndodh që telefonon e thot mos më imito më sepse kjo është ofenduese për mua. Të ka ndodhur ndonjëherë gjatë karrierës? Më ka ndodhur që kur kam filluar Portokallin, unë kam pas bërë një personazh ekspert e socioterapiste dhe imitoja një pedagogen time në akademi, pedagoge që më jepte psikologjia e artit. Dhe kam dalë vetëm një puntat në atë, të më thënë javën e parë që unë kam startuar punë ke Portokallia dhe nuk e kam bërë më, sepse zysha unë ndje shumë keq. Aha, ashtu, e mori për ofensë, do më thonë... E përjetoj shumë. Po tani nuk të ka ndodhur, tu te Kalifornia nuk të ka ndodhur në një? Tani jo. Cili është roli që ke më shumë për zemër te Kalifornia? I dua të gjitha, nuk e kam problem. I dua shumë të gjithë. Pa fund. Po, ke ndonjë rol për shembull që e ke kështu që e mendon gjithmonë, po akoma nuk keni marrë guximin që ta bëni, sepse mund të syet një tabu ose mund të jetë një rol pak i egzageruar.
me thënë drejtën, në Kalifornia bëj aq shumë role, saqë nuk është se për momentin kam në një rol në sirtar që duhet ta bëj edhe jo. Nuk e. Po sa orë punoni? Sa orë punoni për të realizuar atë program? Shumë pafund, ne shkojmë çdo mëngjes në punë rreth orës 9 dhe deri në darkë në 8 me xhirime, po. Do të bëja edhe një pyetje, sa paguheni ju aty? Ja vlen? Parë dhe gjunafet nuk tregohen. Krahasuar me Portokallinë është më mirë apo patjetër më mirë? Mjafton që unë ndihem mirë edhe jam mirë, po sigurisht edhe paga është shumë e rëndësishme, po që jam mirë, ndihem mirë. Me cilën nga gocat aty ke më shumë kështu afeksion nga aktorët, femra po them, që mund të them që të shkon edhe që shoqëroheni edhe jashtë spektaklit. Shiko, me thënë drejtë nuk është se me kolegët që kam aty nuk është se shoqërohemi shumë jashtë spektaklit. Sepse nuk kemi kohë, gjatë gjithë kohës jemi në punë dhe unë sigurisht tash kam edhe djalin dhe duhet ndaj shumë kohë me Dasantinin, kështu që nuk kemi kohë. Kur mblidhemi të gjithë, për dreka ose për darka pune ose për të pirë diçka, kështu që shkoj mirë, pak jemi. Jo se të Portokallia kemi qenë shumë goca, po që se nuk ka shumë aktore, të themi atë që është. Nuk ka shumë aktore femra që bëjnë humor. Janë shumë të pakta apo jo? Në tregun shqiptar po. Po, në tregun shqiptar ti kë do veçoje që mund të thuash që kjo aktore mua më bën për të qeshur? Një sekond i puth të gjithë fancat. Futi se po të edhe i falenderoj shumë për mbështetjen, edhe është njëra që thot mos bështy aty ku ke hangur bukë dhe e bëre njohur. Zemra ime unë nuk bështy kurrë, jam mirënjohëse për gjithçka, po fakti që mua më kanë hedhur në gjyq duke më falsifikuar kontratën, kjo është e turpshme. Kështu që me një njeri që më hedh në gjyq, kushdo me qenë rruzën toksor nuk e di si mund të reagoj. Unë dhe kaq po tregojmë shumë e mirë sepse përkundrazi as po shaj, as po vjell vrerë dhe as po bështy aty ku kam hungur dhe jam bërë e njohur. Dhe nëse jam bërë e njohur, jam bërë fal talentit tim. Shpresoj mos të ndodhi ty të hedhë një gjyq. Uroj, si uroj askujt këtë që më ka ndodhur mua. Më fal këti, po? S'ka gjë, shumë mirë që këtë përgjigjen. Unë duaj që të qeshim pak, do na bësh në një gjë kështu për të qeshur? Qa mund na bësh për shembull? Po ja, pse më nervozojnë mua këta? Qa mund na bësh në një gjë që të na risjellësh një karakter që ti e ke tek Kalifornia? Po, qa do ti të bëjë, në thuani? Mua të gjitha më pëlqejnë, nuk e di tani. Qa ke qef? Militante nuk e dua, po... Mirë, ja do të bëj vetëm pak edhe sakt, me që nuk e do militante. Militante do të bëj. Po, si të duash, ti e di. Qarë keni me Edi Ramën? Për qarë ma sulmoni Edi Ramën, qarë keni me Edi Ramën, na? Ti hani mutin Edi Ramës. Duhet vendosim atë, duhet vendosim pip, pa. Duhet vendosim pip. E të si bëj shqiptare, ta mund gjithë shajnë gjithë ditën. Dëgjoj, po, me qenë se tani të gjithë janë të karantinuar edhe ka nevojë për një psikologe. Çfarë këshille mund të jepje ti se psikologe? Futu pak në rolin e psikologes dhe na jep një këshill si do t'ja dalim nga ky hall që na ka zënë. Stresi, po mund të futen në YouTube dhe të shikoj se unë kam bërë për stresin. Kështu që stresi është ajo që stresi është problemi më i madh nga ana psikologjike që po kalojnë shqiptarët. Ti ishe dhe psikologe, ishe dhe joshse kështu. I bëje të dyja në një. Po ashtu ishte roli. E kuptoj. Dëgjoj, ti ke provuar edhe të këndosh, se mbaj mend që ke bërë një klip me Davis Geraun. Po, kam bërë një bashkëpunim. Si e shef një bashkëpunim? Si e shef veten? Ke talent në muzikë realisht apo ishte thjesht një pasion, kështu, një hobi që ti doje
ta nxirje ato merakun tënd? Unë nuk është se jam diplomuar për këngëtare, po në art nuk është e thënë që duhet të kesh edhe diplomë, të bëft mirë. Gëzuar, unë po pi kafe. Rofsh. Po Po nuk pija. është kur ke talent, nuk është e thënë. Zëri është dhunti. Unë nuk është se kam zë, nuk shquhem për këngëtare, po ishte një bashkëpunim nga ana e Devisit. Mua më pëlqeu ideja, më pëlqeu muzika, tekstin e bëra vetë, kështu që thash pse jo. Qa ndodh aty në provat? Mos ndoshta provat ndonjëherë, me sa di unë, provat e aktorëve të humorit janë më të lezetshme se sa vetë shfaqja. Është shumë e vërtetë. Ndodhin situata për shembull që ju vërtet thoni, jo, sikur ti kishim regjistruar këto për t'i shfaqur në skenë. Është shumë e vërtetë, po neve këtë gjë po e bëjmë. Shumë gjëra mbas çakut xhirohen, kështu që kam përshtypjen se janë kujtime, janë prova shumë bukura që janë ruajtur. Po ndodh gjithçka, sepse ajo faza përgatitore përpara se ne të bëhemi gati, është momenti ku edhe ti përsërit tekstin, po është momenti ku edhe ti krijon, ndërsa në momenti që je në çak në xhirim, duhet të jesh korrekt ndaj tekstit, ndaj locationit, sepse është bërë plani një. Prandaj them që është më e bukur faza. Po me turin, turi është ai, turi apo Julian Deda është personi që u orienton ose si themi u drejton tamam për sa i përket karaktereve. Kush nga ata të dy? Turian Hyska apo Julian Deda? Shiko, nuk është se drejton njëri për karaktere, se nuk është se aty karakterit i jep Jul Deda. Më vjen keq që ke këtë opinion. Jo, nuk e kam si opinion. Mendoj që karakteret i sugjeroni ju dhe pastaj ato miratohen, apo jo? Si funksionon? Sigurisht, pa ai që miraton është Turiani. Kështu që karakteret, po sigurisht që edhe të sugjeron Turiani. Për shembull, shumë nga personazhet që un kam bërë, ka qenë pikërisht Turi që më ka thënë deli shife këtë se e bën mirë dhe kam besim të ty, duhet ta bëjmë. Nuk është të gjithë aktorët aty propozojnë personazhe dhe realizojnë apo jo, ka nivelin e daljes për transmetimin ja vlen apo jo, pas shive gjatë provave, gjatë ditëve të javës. Ti këto veçoje nga aktorët që të bën ty më shumë për qeshur aty? Po një qeshim gjatë gjithë kohës, unë me gjithë qesh, edhe në shfaqje, edhe pas kuintave. Nuk është sa kam ndonjë gjë, po e me Egin që shumë, me Albanon që shumë, me Julin, me Visjanin, me thënë varet edhe nga karakteret që bëjmë, me Orcin. Gjithë nuk është se nuk dua të them më shumë me ka. Nuk qëndron aty problemi se mos e ngelet hatri, jo. Nuk e kam aty, gjithë, sepse e di si kundër edhe po t'i bësh pyetje për mua me këtë që mund mos thonë s'qesh me deli, nuk s'është problem. Po kur në momentin që je me bashkëshortin aty, kam përshtypjen që ka edhe momente xhelozie, ku diun, ndodhin këto mes teje dhe Eldos? Jo, është problem kjo pjesë? Jo, por çfarë do ketë xhelozi? Po ti bësh xheloz për Eldon? Kur nëse është e nevojshme do bëhem, sepse e dua, por nëse s'është, ç'të bëhem? Të ka ndodhur ndonjëherë që e bëra ai xheloz sa të ka thënë ai se na lodhe tani? Ja, po të ishim në këtë fazë që thua ti do ishim ndarë. Nuk i lëkur gjërat të arrin deri në aty. Besoj se edhe Eldo nga ana vet. Për çfarë të këshillon ai më shumë? Për shembull që ti jesh, meqense është kostumograf, që ti jesh sa ato perfeksionin. Eldo ka fiksim. Më këshillon që më thot në çdo dalje tënde duhet të jesh perfekte. Duhet të jesh e kuruar, duhet të jesh mirë, kështu që kjo është një nga gjërat. Pyet njëri këtu, një ndjekës, sa lek ka Delinda në bank? Se di, duhet me e pa, se më mend. Të me thënë, ke aq shumë sa nuk e mban mend, ë? Nuk e di. Se di, nuk e kam prekur. Mbaj mend që ti hape një biznes tëndin. Vazhdon ta kesh një shkollë?
Po e kam, po për momentin jemi të mbyllur sepse është e pamundur, duke qenë se edhe unë kam të bëj me fëmijë. Po. Fëmijët duhen ruajtur, kështu që derisa të dalin masat, do rifillojmë, pa diskutim që do rifillojmë. Gjo, nga këto personazhet që ke imituar si në Portokalli, si në Klanifornia, cila vërtet kanë gjasuar me ty? Do të thënë që duket sikur është afër karakterit tënd. Në ndërtimin e një karakteri, ti padyshim përpiqesh të heqësh vija paralele që ta bësh personazhin sa më afër reale, sa më të besueshëm. Po që nuk si ngjan ime, unë jam Deli, jam unike, një në 7 miliard që po shkon ky glob. Jo, kështu si fizionomi, mendon se ke pasur në një ngjashmëri me ndonjërin? Unë sa herë imitoj personazhe ose bëj personazhe më thon gjithë sa i ngjan. Kam përshtypjen që kam një portret kameleon. Aha, që marr formën. Ngjason të gjithë, po, kjo do të thotë që je shumë e suksesshme në imitim. Si ishte puna e aktrimit? Ti aktrimin e ke pasur një pasion që, do të thonë pasion vërtet, apo ishte një rastësi që ti u bëra aktore? Ja, unë jam marrë që e vogël jam marrë me kërcim fillimisht, pastaj në gjimnaz me aktorin festet kemi bërë shfaqje. Po që u fokusova. Po, ke pasur ndonjë, për shembull, nëse s'do ishe bërë aktore, çfarë mund të ishe bërë ti në jetë? S'e di. Zysh, pedagoge, nuk e di. Psikologe. Mund të ishe bërë psikologe? Të intereson psikologjia, do të thonë gjithë atë tekstin, skenarin që ti bën brenda një roli, e ke të krijuar, e ke të konceptuar vetë, domethënë. Në përgjithësi, unë tekstet, kur kam qenë në Portokalli, tekstet e mia i kam shkruar vetë, po këtu në Klanifornia ne kemi skenarist. Kështu që i kam shkruar vetë. Se di çfarë mund të isha bërë. Dëgjoj, në këtë periudhën e karantinës. Thot njëri piktore, nuk kam dorë për piktore, nuk pikturoj. Në këtë periudhën e karantinës ka pasur edhe situata për sqeshur, kuptohet. Për shembull ka qenë ky problemi i shqiptimit të fjalës karantinim. Nga gra ose zotërinj që kanë një post të caktuar në shëndetësi. Ti si aktore, çfarë këshillash do jepje që mos të gabonin në thënien e kësaj fjale, sepse u bën shumë meme për këtë. Atëherë që të flasësh pastër shqip pa gabime me diksion, të ndihmojnë mirë të lexosh shumë, sidomos të lexuarit a prima vista, pra për herë të parë pa gabime, do të thënë të arrish aty sa të lexosh për herë të parë pa gabime, të ndihmojnë shumë fjalë shpejtat. Të ndihmojnë shumë ushtrimet që duhet bësh me aparatin e të folurit, që gjithçka të jetë në pozicionin e dur dhe në vendin e dur kur ti të artikulosh fonemat e ndryshme. Janë një sër ushtrimet. Kam përshtypjen që zyrtarëve, politikanëve ose njerëzve që merren me mbledhje ose që janë drejtuesa, i foluri në publik është i domosdoshëm. Po ti kur i dëgjon, sepse dihet që me sa kam dëgjuar që shumë nga personat politikanë ose njerëz publik marrin leksione për të qenë në perfeksion. Ka kurse, është vërtet. Sigurisht ka kurse. Do jepje kurse të tilla? Është diçka që e bëj. Është diçka që e bëj. E bën? Për kë e bën? Jo, momentalisht nuk e bëj, po është diçka që e bëj. Që mund ta bësh. Problem, të mësoj të folurin në një auditor të caktuar, por një skenë është diçka që e bëj, nuk e kam problem. Kam njohurinë dhe informacionin e domosdoshëm. Po kështu si po e kalon karantinën ti vet? Të ka kapur stres? Shiko, karantinë nuk mund të them sepse ne kemi qenë gjatë gjithë kohës në punë, me thënë drejtën, dhe nuk është se unë kam përjetuar këtë periudhën e ndenjtë në shtëpi, mbylljen. Ne kemi qenë punë gjatë gjithë ditës dhe në shtëpi kur kam ardhur, e vetmja gjë që
më ka mërzitur edhe që dje me të shtuar është që nuk kam shkuar dot tek mami tek babi. Bën gati 2 muaj. Kjo është e vetmja gjë. Që se kam takuar, po që të tjerat unë kam pasur një jetë normale, nuk është se e kam ndier me thënë drejtën. Është e vështirë ti jesh edhe aktore, domethënë një çift artistësh që të keni familje të konsoliduar. Është e vështirë. Si Po e përjetoni? shumë e vështirë sepse kushti i parë i sakrificës është që ti do të jesh larg familjes. Për orë të gjata ose varet bazë projektit, mund të jesh edhe jashtë qytetit, mund të jesh edhe jashtë shtetit. Kështu që kushti i parë i sakrificës ky është që ti duhet të sakrifikosh herë familjen për oraret e zgjatura, për lodhjen, edhe për ngarkesën, sepse fundja një aktor nuk punon vetëm në orare zyrtar që ka për punën. Unë edhe kur mund t'jem duke gatuar diçka ose kur t'jem duke luajtur me desantinin, truri im punon edhe funksionon si ta përmirësoj karakterin, t'i gjej në një detaj, në një gjë, kështu që aktori është në krijimtari të vazhdueshme. Prandaj edhe në botë paguhen shumë, kanë benefite, kanë lukse. Sepse është një punë fiziko mendore. E kishe imagjinuar veten në ndonjë pozicion tjetër, për shembull, një ministre, si më ishe? E bën? E bën pa problem. E bëj shumë mirë madje. Cilin kabinet, cilën ministri mendon se do e drejtoje më së miri? Po të kulturës, për ekonomistës s'ka mbaruar. E çfarë do bëje për aktorët? Çfarë do bëje për aktorët se aktorët e teatrit sot më duken njerëzit më të vuajtur, më të trishtuar, po janë se e para njërë nuk kanë paga. E dyta s'kanë mundësi punësimi. Po, çfarë do bëje ti për ata? Po, do shikoja si ishte gjendja dhe do filloja do gjeja hapësirat, mundësit. Gjëja e parë që do bëj është do i rrisja pagat. Sa i kanë pagat aktorët? Kot? Një aktor teatris? Nuk e di, besoj të 1 milion, nuk e di, se di sa e kanë. Se di. Po shkruan të dikush aty që shumë serioze Delinda, nuk e di pse. Serioze, po unë bëj me qeshë. E di pse, se nga që të shohin gjithmonë kështu në pozicion, do të thënë që të bën për qeshur edhe u duket si çudi kur ti flet seriozisht. Është problem kur të konfigurojnë në një pozicion të caktuar. Për jashtë gjatë gjithë kohës. Jo, në fakt ti nuk jemi edhe për jashtë, jemi ne që të shohim se ti edhe kur luan rolin, serioze jem, kupton? Kështu. Qa mund të themi ndonjë gjë tjetër? Po se që ja unë tani pres të shikojmë Kalifornien. Po, është ky rol i ri sot. Është rol i ri, ai roli që se është sot, ë? Nuk e di, sepse ne kemi xhiruar goxha dhe varet. Varet çfarë do jetë në skalet. Po, dëgjoj, unë e di që një nga hobet e gjithë vajzave të ekranit është gatimi. Ti si je me gatimin? Unë jam shumë mirë, gatuar. Qa gatuan për shembull, qa ke specialitet tëndin? Po, nuk është se kam një specialitet, po gjellrat e ndryshme, byrek, i bëj, nuk ka kam problem. Te byreku? Byreku për shembull me spinaq e çaj. Është i kënaqur bashkëshorti? Eldo po. Po ai gatuan? Ja, nuk gatuan. Qa planesh keni bërë në familje? Keni ndonjë plan për ta zgjeruar familjen, për të bërë dhe një gocë ose të keni disa fëmijë? Si keni bërë bisedat me njëri tjetrin? Sigurisht që po normalisht e duam dhe një fëmijë tjetër, po për momentin nuk besoj se ndoshta më vonë, nuk e di, po në plan e kemi ta zgjerojmë familjen. Po keni dado apo jeni kujdesur vetë për djalin? Po kam pasur dado, pastaj më ka ndihmuar mami im derisa u rit, tani sigurisht kujdesem vetë për desantinin. Dëgjoj të pyes pak ti si natyrë romantike që qanë për dashurinë,
Apo je kështu e ftohtë dhe që Jo, nuk jam e e shfaq ftohtë. veten. Unë jam shumë emocionale. Je emocionale. Është kjo Po. një vlerë për një vajzë apo si mendon? Apo është një pikë e Po se di, dobët që kur ja kap tjetri? nuk e di, varet, se di. Nuk e di. Mund të themi se je e lumtur me martesën, me jetën, me gjithçka. Shumë e lumtur jam. Dukesh. Dukesh sepse një njeri i lumtur natyrisht që është më kreativ, është më energjik, kuptohet ajo. Domethënë as diskutohet fare. Tash lumturia nuk është grimca lumturie, por që Çfarë ambicesh ke për parat? Le të ndalojmë pak te parat. nuk jam ambicioze. Nuk e ke në ambicet e tua që të bëhesh një femër e fuqishme dhe e pasur? Dhe si mund të bëhesh? Nuk është në ambicet e mia. Jam shumë mirë në profesionin që kam, punoj. E kuptoj. Po pas për sa i përket kështu muzikës, se më ngeli pyetja pa e bër pak më parë. Pas devisit, ke plan të bësh një bashkëpunim tjetër? Nuk e di, të shohim, nuk e di. Dëshirë kisha, kam një plan, por ndodhi dhe kjo e karantinës edhe. Aha, e kuptoj. Mirë atër. I tham të Ishte gjithat edhe kënaqësi. unë duhet merrem me çunin. Ishte kënaqësi. Mirë, të falenderoj shumë edhe unë. Të falenderoj, ja kalofsh sa më mirë edhe shpresoj të shikojmë me sa më shumë role, ashtu si të kemi parë deri tani. Falenderoj edhe Me sa më unë. shumë role. Të uroj shumë suksese. Faleminderit shumë. Gjithë mirat, pafshim. Ciao. Ciao.